Çështje Begaj dhe këshilltarëve të tij e ka komentuar kryeministri Edi Rama dekretin për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit, ku presidenti i dha edhe dritën jeshile zgjedhjeve edhe në Tiranë, pavarësisht ankimimit në kushtetuese. Presidenti e ka firmosur me vullnetin e vet dekretin. Bëhet e ditur se shpreu Rama gjatë një mbledhjeje të strukturave të Partisë Socialiste në kryeqytet. Takimi i cili zgjati rreth 40 minuta, u përqendrua tek ndarja e zonave zgjedhore në Tiranë për fushatën e ardhshme, në pritje të emrit të rivalit që do të ketë nga Partia Demokratike. Ogerta Manastirliu u njoh dhe me skuadrën që do të angazhohet në fushat për zgjedhjet e 9 nëntorit. Përveç deputetëve të Tiranës, në fushat do të përfshihen dhe ministra dhe drejtues politik që janë rezident në kryeqytet dhe nuk kanë zgjedhje në qarqet e tyre. Sipas burimeve, Toni Gogu do të mbulojë zonën e Ndroqit, Fatmir Xhafaj njësi numër 10, ndërsa Blendi Klosi, Eduard Shalsi dhe Ulsi Manja do të jenë gjithashtu të angazhuar në Tiranë. Ish deputeti Xhemal Qefalia është rikthyer në zonën e Dajtit. Burime nga mbledhja thanë se javën e ardhshme do të angazhohen takime të posaçme për ndarjen e zonave në Vlorë, Berat, Tepelen, Cerrik dhe Mat.